Divjaka në rikujtë zyrtarisë sezonin turistik 2025, një aktivitet festiv të mbajtur mbrëmjen e së premtes në sheshin përpara kullës 360 gradë, ku ndërthurën kultura, muzika dhe promovimi i pasurive turistike të kësaj zone bregdetare. Aktiviteti tërhoqi tjetra vizitor nga zona dhe mëngjer, duke dhuruar emocione dhe atmosferë festive për të pranishmit. Ngjarjen e ndoqi nga afër edhe kamera e televizionit Apollon, duke sjellë fjalën përshëndetëse të drejtorit të zyrës arsimore Divjak, zotit Josif Krupi. Tashmë dita e çeljes së sezonit turistik për Divjakën është bërë një risi dhe nga viti në vit kjo traditë po përmirësohet. Në këndvështrimin tim, shoh që patjetër vetë një sezon më cilësor, këtë e them sepse tashmë në vijën bregdetare është shprehur edhe linja e ujit fishëm, edhe linja e shtylla elektrike, ku të tëra pikat që do shërbejnë do jenë më cilësore dhe ke shërbime të mirë. Nga ana tjetër, patjetër që plazhi i Divjakës është një plazh më shumë ditor dhe tashmë shohim në përditshmërinë tonë që shumë të huaj vinë, qoftë edhe me kampingjet e tyre me vete, qoftë edhe familjar apo edhe turizëm me biçikletë apo turizëm masiv. Shpresoj që patjetër do ketë një arritje shumë më të lartë, pasi dhe shërbimet do jenë më cilësore. Festimet u ndezën me performanca artistike nga këngëtarë dhe vallëtarë të njohur të zonës, të cilët sollën në skenë këngë dhe valle muzikare, ku veçohet edhe takia, simbol i traditës së kësaj treve. Publiku përjetoi momente të paharruara mes muzikës, kërcimit dhe ritmeve folklorike. Një nga elementet më tërheqëse të festës tradicionale ishte panajiri i artizanatit dhe kulinarisë tradicionale, ku prodhues vendas ekspozuan pasuritë autentike të trashëgimisë kulturore të zonës, nga punimet artizanale tek verërat dhe gatimet karakteristike të lagunit të Bregdetit. Ne paka shumë 9%, por mos 100% kemi prodhimet tona. Duke filluar nga peshku burdullak, që është tamam tradicional i joni, duke filluar nga ngjale, që se gjen kërkun të lloj ngjale, është njëra më të mira që ekziston në Shqipëri dhe në Ballkan. Po ja kushtojmë gjithë të punë, gjithë të mrekulli, gjithë njerëzve dhe gjithë ata mirëve që do vinë të konsumojnë dhe do i shijojnë këtë lloj atmosfere dhe këtë lloj pamje që kemi në Divjak. Piktura ime do të ketë gjithë ngjyra të mundshme që të mi zotrojë jeshillakun. Të mi zotrojë ngjyra jeshile dhe gjithë njerëzit që janë vjedhur këtu për këtë ditë të veçantë. Atëherë kjo ditë është dita e parë e hapjes së zonit turistik në parkun Divjak Karavasta. Ashtu sikurse të gjithë pjesëmarrësit në të panajit, edhe unë marr pjesë në ekspozimin e punëve live direkt në parkun Divjak Karavasta për të sensibilizuar opinionin publik për këtë ditë shënuar që na nderon me pjesëmarrjen e tyre në këtë ditë të gëzueshme. Vizitorët patën mundësinë të shijojnë vendet edhe të njihen nga afër me mjeshtrinë tradicionale të artizanëve të Divjakës. Operatorët turistik ishin të pranishëm me stenda informuese, ku prezantuan paketat dhe ofertat e tyre për sezonin 2025. Investimet e bëra në akomodim, plazhe të certifikuara, guida turistike dhe aktivitete rekreative po e pozicionojnë Divjakën si një nga destinacionet më të rëndësishme për turizmin në Shqipëri. Divjaka e bekuar në një mozaik të pasur burimesh natyrore, historike dhe kulturore, si lagunat, kodrat e mbuluara me pisha, monumentet e natyrës dhe sitet arkeologjike, vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për pushuesit vendas dhe të huaj. Plazhet me rërë të imët, natyra e virgjër dhe mikpritja tradicionale bëjnë këtë zonë një zgjedhje ideale për pushimet verore në zemër të parkut kombëtar të Divjakës. Sezoni turistik 2025 në Divjak është hapur me entuziazëm, shpresë dhe përkushtim për të ofruar një verë të sigurt, të pasur dhe të paharrueshme për çdo vizitor, ndërsa stendat e artizanëve, piktorëve të vegjël dhe skulptorëve të rinj dëshmojnë për pasionin dhe gjallërinë artistike të komunitetit lokal. Kjo ditë shënon një fillim premtues për një sezon plot gjallëri në Divjak.